Në këtë video po japim përgjigjet rreth pyetjeve 8 deri 13 të dhëna në provimin e lirimit të lëndës së matematikës, zhvilluar në qershor të vitit 2015. Pyetja 8. Inekuacioni minus 2x më i vogël se 6 është i njëvlerëshëm me x më i madh se 3, x më i vogël se 3, x më i vogël se minus 3 apo x më i madh se minus 3. Zgjidhim inekuacionin minus 2x më i vogël se 6. Për këtë, pjestojmë të dy anët me minus 2, duke patur parasysh ndrimin e kahut të inekuacionit. Diçka që bëhet sa herë që inekuacioni shumëzohet apo pjestohet me një numër negativ. Mëtej, përcaktohet x-i më i madh se minus 3. Pra, alternative sakt është alternativa D. Pyetja 9. Ekuacioni x në fuqi të tretë plus 3x baras me 0. Ka 0, 1, 2 apo 3 rrenjë. Zgjidhim ekuacionin x në të tretë plus 3x baras me 0. Për këtë, faktorizojmë x-in në anën e majtë, dhe mëtej në anën e majtë kemi x që shumëzon x në katror plus 3. Do të bëhet 0 kjo shpreje, atëre kur x-i është i barabartë me 0, ose në rastin kur x katror plus 3 do të jetë i barabartë me 0. Në lidhje me këtë barazim të ri, ne marrim x katror të barabartë me minus 3, diçka e pamundur për çdo lloj x-i, pasi kur një numër ngrihet në katror, ai nuk mund të dalë numër negativ. Pra, kjo nuk mund të japë zgjidhje të ekuacionit ton, kështu që e vetmja zgjidhje mbetet x i barabartë me 0. Kështu do të thoshim që ekuacioni dhënë ka vetëm një rrenjë, pra alternative sakt është alternativa B. Pyetja 10. Në barazimin 3 mbi x baras me 9 mbi 6, vlera e x-it është 1, 2, 6 apo 9. Kur jepen dy thyesa të barabarta, atëherë kemi mundësi të shumëzojmë kryq gjymtyrët e tyre. Dhe në këtë rast do të merrim 9x baras me 18, nga ku përcaktohet x-i i barabartë me 2, që do të thotë që alternativa e saktë është alternativa B. Pyetja 11. Prodhimi i rrenjve të ekuacionit x në katror minus 3x minus 5 baras me 0 është minus 5, minus 3, 3 apo 2. Që të gjejmë prodhimin e rrenjve, ne mund ta zgjidhim këtë ekuacion dhe në fund të shumëzojmë dy rrenjët që dalin. Megjithatë, për një rrugë më të shkurtër, ndihmohemi nga formulat e vjetës. Janë formulat të cilat na japin drejt për së drejti shumën dhe prodhimin e dy rrenjve, duke u ndihmuar nga koeficientët a, b dhe c, të cilët mund t'i përcaktojmë tek ekuacioni dhënë. Në rastin tonë kërkohet prodhimi i rrenjve të ekuacionit, pra do të jetë formula x1 shumëzim x2 baras me c përmbi a, ajo që do të na caktojë dhe alternativën e saktë. Por për zbatimin e kësaj formule, le të përcaktojmë fillimisht koeficientët a, b dhe c që do të zbulohen nga ekuacioni ynë. Pra, për rastin ton kemi a të barabartë me 1, b të barabartë me minus 3 dhe c të barabartë me minus 5. Kështu, x1 shumëzim x2 është i barabartë me minus 5 mbi 1, që do të thotë që prodhimi i dy rrenjve është minus 5. Pra, alternative saktë është alternativa A. Pyetja 12. Zgjidhja e ekuacionit 3 minus x mbi 2 baras me 1 është numri 1, 2, 3 apo 4. E zgjidhim këtë ekuacion duke shumëzuar të dy anët e tij me 2, kjo për të zhdukur emëruesin e thyesës. Atëherë kalojmë në këtë shprehje të re, nga e cila pas kryerjes së veprimeve do të marrim 6 minus x baras me 2. Duke kaluar kufizat në anë të ndryshme, kemi 6 minus 2 baras me x, nga ku x-i del i barabartë me 4. Pra, alternative saktë është alternativa D. Pyetja 13. Shpreha 2x minus 1 në katror është e njëvlerëshme me 4x katror minus 1, 4x katror plus 1, 4x katror minus 4x minus 1, apo 4x katror minus 4x plus 1. E zbërthejmë shprehjen tonë duke patur parasysh formulën e katrorit të diferencës së dy kufizave.
konkretisht a minus b e gjitha në katror, që është a katror minus 2ab plus b katror. Për rastin ton do të marrim 2x e gjitha në katror, minus 2 shumëzim 2x shumëzim 1, plus 1 në katror, ku pas kryerjes së veprimeve, gjejmë shprehjen 4x në katror minus 4x plus 1, e cila është e njëjtë me atë çfarë përmban alternativa D. Pra do të thoshim që alternativa D është alternativa e saktë.